Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Bora dhe Donaldi japin fund marrëdhënies, shkak bëhet tradhtia. Moderatorja Bora Zemani dhe aktori Donald Veshaj janë ndarë përfundimisht. Së fundmi dyshja kanë fshirë njëri tjetrin në rrjetet sociale dhe të gjitha fotot së bashku. Xhelozia është bërë shkak që ata të japin fund bashkëjetesës disa mujore tashmë. Sipas disa raportimeve thuhet se ky vendim erdhi pas një periudhe ndarjesh dhe ribashkimesh të njëpasnjëshme që nga gushti i vitit të kaluar, direkt pas zyrtarizimit të lidhjes. Çifti që e zyrtarizoi historinë e tyre pas karantinës ka pasur disa mosmarrveshje që i ka dërguar deri në këtë vendim, njohje kjo që mes tyre ka filluar gjatë emisionit Treshat. Sipas miqve të tyre, vështirë të thuhet se këtë herë nuk bëhet fjalë për një zëng të momentit, pasi edhe kur ata kanë pasur situata të tilla më parë, ata nuk i kanë fshirë gjurmët e lidhjes së tyre dhe janë rikthyer përsëri. Këtë herë bëhet fjala për një tradhti nga ana e Donaldit. Kujtojmë që edhe në edicionin ku ai ka marrë pjesë në Big, përsëri bëri të njëjtën gjë me Beatrix Ramosaj, ku ishte një tradhti televizive. Por këtë gjë Bora e fali. Këtë herë, me sa duket, ka qenë diçka më e rëndë, të cilën Bora nuk e ka kaluar dot.